i dytë më i varfër në Evropë. Do duhet na bëjmë të pikëllum të gjithëve edhe nevoja që qytetarët me padurim me prit një subvencion të tillë për 100 eurosh, sepse besoj qeveria do duhet me kuptu që mbi 50% e qytetarëve të Kosovës nuk arrin me kursy asnjë cent nga paga e tyre, që do të thotë se ata jetojnë në kufit e mbijetesës, jetojnë nga muji në muj, nga paga në pagë, edhe rrjedhimisht nuk arrin me kursy kurrë. Në këtë mjedis, me thonë ekonomik financiar për familjet tona, këto pak u pastaj marrin një kuptim, po unë besoj që le të themi vetdia e përgjithshme e qytetarëve tanë duhet mos me u ndiku. Jemi absolutisht pro që qytetarët me ndihmu, mirë po jo duke shfrytzu buxhetin e shtetit me ndiku rezultatin zellor, sepse pastaj le të themi krijohet përshtypja që ne po dojmë me mbajt Kosovën varfën, me qëllim në mënyrë që pastaj kur ne t'ju japim atyne nga 100 euro ata me konsideru qeverinë se ero edhe me undiku gjykimi tyne i drejtë në ditën e zgjedhjeve. E besoj që kësaj radhe do të ketë një ndryshim substancial në këtë çështje. E qartë, kjo si përgjigjet e para të secilit kandidat teksa Zotri Hoti patët për të thënë diçka dhe mund të